Pas rreshjeve të fundit të borës dhe uljes së ndjeshme të temperaturave, specialistët e bujqësisë këshillojnë fermerët të tregojnë kujdes të shtuar para se të nisin procesin e krasitjeve dimrore në pemë frutore. Kushtet e ftohta dhe lagështia e lartë nuk kanë qenë të favorshme për ndërhyrje të menjëhershme, ndaj vlerësimi i situatës në teren mbetet hapi domosdoshëm. Sipas specialistit të pemtarisë Nevion Telha, fermerët këshillohet të presin një periudhë me temperatura më të qëndrueshme dhe mbi zero në mënyrë që prerjet të shërohen më mirë. Me hapjen e kohës, pra me përmirësimin e kushteve atmosferike, të fillojnë procesin e krasitjes, pasi një pjesë e madhe e fermerëve kanë dhe sipërfaqe më të mëdha dhe nuk i arrin dot në periudhën e fundit pranë fillim të vegjetacionit ose në pranverë në çeljen e sythave. Me fillimin e krasitjes do shikojmë pastaj për format e mbajtjes kurorës, për krasitjen formuese, krasitjen prodhuese, ripërtëritse sipas moshës pemtores dhe kushteve aktuale në terren. Ne jemi në kontakt me gjithë fermerët, nuk kemi patur shqetësime nga ta. Telha shton se rekomandohet edhe që mjetet e krasitjes të jenë të desinfektuara dhe të mprehta për të parandaluar infeksionet dhe dëmtimet mekanike. Fermerët duhet të shmangin krasitjen e tepërt dhe të orientohen drejt ndërhyrjeve të balancuara, në mënyrë që të ruajnë potencialin e prodhimit për sezonin e ardhshëm.